Pas raportimeve zyrtare të Ministrisë së Brendshme dhe asaj të Shëndetësisë për efektiv policie të lënduar gjatë përplasjeve në protestën kombëtare të opozitës, ka reaguar kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili i cilëson këto të dhëna të pavërteta. Në një deklaratë për mediat, Berisha ka lëshuar akuza në drejtim të policisë së shtetit, ndërsa tha se protestuesit u qelluan me snajper. Pra, janë 4 protestues të plagosur të qelluar, 3 prej tyre në kokë, me qëllim eliminimin fizik të tyre. Edi Rama don të gjak, ky akt qëllimi me snajper, ndaj protestuesve paqësor, dëshmon dhe njëherë lakmin për gjak që ka Edi Rama. E garantoj se do mbaj përgjegjësi gjërë në fund për urdhrin e djeshëm, për skenarin e djeshëm. Demonstrues tjetër me aftësitë kufizuar, thellësisht kufizuar, u tërhoj zvarr në rrugë, sikur të mos ishte njeri. Unë zur nga karroca e tij dhe u tërhoj zvarr. Gazetarëve u hodhen me qëllim sasirat mëdha gazi që të mos mund të kryenin funksionet e tyre. Ndaj një operatori të News 24 është hedhur mjet piroteknik, sipas gjitha dhënave, që është hedhur nga ana e policisë drejt tij, kjo është e sigurt, por cili ishte mjeti mbetet për të vërtetuar. Berisha tha se asnjë punonjës policie nuk ka psuar dëmtime dhe se sipas tij situata është përdorur për të ndërtuar një narrativ të rrem mbi dhunën në protestë. Ai pretendon se gjithçka ka qenë një skenar i organizuar nga autoritetet. Faqe e zezë tjetër e këtij skenari ishte loja me barrela dhe policë. Siç i pat ju, u hudhnin gaz policëve vetë dhe i fusin ambulancë. Evidente, si ta sfiksuar, janë në spital e traumë, asnjë vetëm. Personeli mjekësor më njoftoi se aty kishin shkuar 5 policë, i kishin dërguar pa asnjë problem. Dhe ata as kishin asnjë lloj shqetësimi, nuk ishin as regjistruar, po ishin kthyer siç kishin ardhur. E vërteta kjo, nuk kishte asnjë policë të plagosur, e gjithçka skenar, asnjë, që mund të ndodhte, s'mund të them se asnjë të gërvishtur, jo asnjë. I kanë dërguar në spital vetëm për të plotësuar skenarin. Berisha theksoi se gjatë mbrëmjes ka vizituar spitalin e traumës dhe sipas tij personeli mjekësor i ka konfirmuar se efektivët e dërguar për kontroll nuk kishin probleme shëndetësore dhe ishin larguar menjëherë. Nga ana tjetër, autoritetet shtetërore raportuan më herët se 10 persona morën ndihmë mjekësore mes tyre dhe punonjës policie të prekur nga lëndët piroteknike, gaze lotësielës dhe përplasjet fizike. Kreu i Demokratëve publikoi gjithashtu pamje filmike dhe paraqiti një bilanc të protestuesve, deputetëve dhe gazetarëve që sipas tij pësuan probleme shëndetësore gjatë ndërhyrjes së policisë. Debati mbi bilancin real të lënduarve vijon, ndërsa hetimet për ngjarjet e protestës janë ende në proces.